Bashkësitë fetare reaguan ndaj incidentit të fundjavës ku dikush u përpoq të djegën ndërtesën e Bashkësisë Hebraike dhe Sinagogës. Ata dënojnë ashpër rastin duke shprehur solidaritet dhe mbështetje për komunitetin hebraik. Kryetari i komunitetit hebraik në Maqedoni, Pepo Levi, theksoi se reagimi i tyre është njëkohësisht dënim dhe shenjë mbështetjeje, duke nënvizuar se bashkësitë fetare në vend kultivojnë bashkëpunim afatgjat, dialog konstruktiv dhe mbështetje të ndërsjellë në çdo fushë. Nuk e dim nëse bëhet fjalë për terrorist apo huligan, por fakti është se jashtëquajturi i Shtetit Islamik ISIS kishte bërë thirrje për pashkët që të digjen objektet fetare të krishterë dhe hebraike. Nëse kjo është rezultati i asaj thirrjeje apo diçka tjetër, do ta përcaktojë policia. Kreu i Bashkësisë Fetare Islame, Shaqir Fetaj, theksoi se Islami rreptësisht ndalon çdo akt të dhune ndaj objekteve fetare, pavarësisht përkatësisë së tyre. Rinia jonë ka respekt të madh për të gjitha bashkësitë fetare dhe besimtarët. Kjo shihet në të gjitha vendet ku jetojmë së bashku pa probleme. Prandaj me përgjegjësi të plotë them se bashkëjetesa në Maqedoni po zhvillohet mirë dhe nuk ka asnjë problem. Drejtoresha e Komisionit për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare dhe Grupet Fetare, Olivera Trajkovska, apeloi për qetësi dhe përgjegjësi. Prandaj në frymën e bashkëpunimit ndërfetar dhe mirëkuptimit të ndërsjellë, bëjmë thirrje që të gjithë qytetarët të tregojnë përgjegjësi, arsye dhe virtyt dhe të mbetemi ruajtës të bashkëjetesës. Respekti ndërsjellë është ndër vlerat më të mëdha që kemi, ndaj duhet ta ruajmë dhe ta lëmë si amanet për brezat e ardhshëm. Në konferencë ishin të pranishëm edhe kreu i Kishës Ortodokse Maqedonase, kryePeshkopi Stefan, peshkopi i Kishës Katolike Kiro Stojanov dhe kreu i Kishës Ungjillore Metodiste Pastori Marian Dimov. Institucionet kompetente kanë njoftuar se hetimet për rastin janë vijim dhe se pritet që autorët të identifikohen dhe të përballen me drejtësinë.